Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falenderojmë Allahun e lartësuar, paqja dhe mëshira qofshin mbi profetin Muhammed dhe familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e gjykimit. Uh, Sot inshallah do të vazhdojmë me një temë e cila është pak një shkëputje prej ngjarjeve të një pasnjëshje që e shpjeguam domethënë në betejën e Uhudit dhe pas saj, për të treguar për nënat e besimtare, domethënë gratë e pejgamberit alayhis salam, sepse nuk i kemi cekur domethënë se si ka ndodhur këto në atë kohë kur ka ndodhur edhe ngjarje tjera, pra do të vim deri te uh, kjo kohë aktuale, pra që po shpjegojmë pas Uhudit, domethënë deri te gruaja me cilën do të martohet pejgamberi alayhis salam pas Uhudit, por na kanë mbetur edhe disa pa i shpjeguar më gjerësisht. Sa i përket martesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën, Allahu qoftë i kënaqur me të, kemi mbajtur një ligjërat të tërë për të, domethënë kemi treguar për veçoritë e saj, po po e bëjmë si një përsëritje. Pra, vlera e saj është shumë e madhe sepse ajo është e para që i besoi pejgamberit alayhis salam. Pra, në atë kohë që pejgamberi alayhis salam ende shfaqte një farë habije se çfarë i ka ndodhur, domethënë pa mundur ende t'i besoj vetes së tij, Khadija, Allahu qoftë i kënaqur me të, i besoi pejgamberit alayhis salam dhe e inkurajoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ishte gruaja e cila u martu me pejgamberin alayhis salam, domethënë para se të bëhej profet, dhe ishte pranë tij kur i erdhi shpallja dhe domethënë e përkrahu atë, moralisht duke i besu pejgamberit alayhis salam, duke e domethënë dërgute Wereka për t'ja vërtetuar se atij po i ndodh diçka e vërtetë, domethënë Wereka i tregoi se ty t'ka ardhur meleku i shpalljes. Pastaj gjatë këtij rrugtimi që muslimanët patën shumë sfida, domethënë ishin të bojkotuar nga pjesa tjetër e shoqërisë, ajo e dha tërë pasurinë e saj për pejgamberin alayhis salam dhe për muslimanët. Dhe ajo ishte e vetmja domethënë që Allahu i dha fëmijë, domethënë pejgamberit alayhis salam me të, pra ai lindi 6 fëmijë që i kemi përmendur, 2 djemë dhe 4 vajza. Gjithashtu në një rast kur pejgamberi alayhis salam ishte duke pranuar shpalljen, i thot Khadijës, këtu afër me është Xhibrili dhe ai po të bën selam. Kemi edhe transmetime se pas vdekjes së Khadijës, pejgamberi alayhis salam nuk qeshi me muaj të tërë. Domethënë aq të rëndë kishte vdekjen e tij dhe disa transmetime që tregojnë se si kishte respekt për motrën e Khadijës kur vinte ose për shoqet e Khadijës, Allahu qoftë i kënaqur me të, saqë Aisha thot domethënë se e ka xhelozuar edhe pse e vdekur Khadijja, e ka xhelozuar nga ajo se si e ka parë pejgamberin alayhis salam, se sa shumë respekt i ka dhënë asaj. Kështu që domethënë e kemi shpjeguar Hadixhen, vetëm tham si një përsëritje për të. Pas vdekjes saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë i ofrohet që të domethënë i propozon një grua e Mekës, i thotë që pse s'martohesh o i dërguar i Allahut, domethënë sepse tani ka vdekur gruaja dhe kishte kaluar një kohë dhe i thot domethënë ki mundësinë me marr një grua në moshë, domethënë një të vejë,
apo një vajzë. Dhe pejgamberi alayhis salam thot domethënë që do ta merr një grup në mosh, një domethënë të vej dhe ajo ja propozon pra Sauda bint Zam radiallahu anha. Pra kjo ishte domethënë që u martua pas Hatixhes, domethënë rreth 6 muaj pas vdekjes së saj. Dhe Sauda ishte një gruë që ishte ndarë nga burri i saj i mëparshëm, Sukran ibn Amr, dhe ishte, domethënë, pastaj kishte shkuar në Abisini me Suhejl ibn Amr dhe atje i kishte vdekur burri, kështu që kur ajo kishte mirë domethënë si e vej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kur i bëhet propozon domethënë pranon që ta merr atë, sepse familja e saj e kishin mohuar atë. Domethënë nuk e pranonin me që ishte musliman. Burri kishte vdekur dhe kështu që ajo mbetet domethënë pa strehim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë martohet me të. Është domethënë ka disa transmetime për lidhur me Saudën, për shembull që ka qenë një grua domethënë me një konstrukt më të madh, domethënë ka qenë një grua e madhe dhe e shëndosh. Pastaj për këtë kemi argument në Muzdalife kur e ka bërë haxhin, se i ka kërku leje pejgamberit alayhis salam që të shkoj më herët, sa se ka kapur grumbulli, domethënë i njerëzve, të kthehet prej Muzdalifës. Dhe prej këtujt është nxjerrur pastaj rregulli i fikut që dikush për arsye të ndryshme ose mosha ose shëndeti ose tjera, nëse dëshiron domethënë mund të kthehet prej Muzdalifës më herët se sa që është paraparë domethënë me tjerët. Dhe për Sauden, në kohën sa ishte në Medine, ajo me që ishte domethënë edhe më e madhe në moshë, e ndinte domethënë se si përmbushte obligimet që i kishte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në anën tjetër domethënë dëshironte që të rrinte si grua e pejgamberit alayhis salam, prandaj i thot një ditë o i dërguari i Allahut, unë nuk kam xhelozi për gratë e tua tjera, dhe në anën tjetër thot dua të jem me ty në mënyrë që të ringjallëm midis grave të tua në ditën e gjykimit. Prandaj merre natën time dhe jepja Aishës. Kështu që domethënë ajo heq dorë prej natës së saj dhe vullnetarisht ja dhuron Aishës radiallahu anha që domethënë duke di se pejgamberi alayhis salam e mirëpriste këtë sepse pejgamberi alayhis salam e kishte Aishën si të preferuar, domethënë kishte një dashuri të veçantë për Aishën. Për këtë ka zbrit edhe ajeti 128 në surën An-Nisa, thotë Allahu subhanahu wa taala, nëse një grua ka frikë nga indiferenca apo neglizhenca nga burri i saj, domethënë nuk ka gjunah për asnjërin prej tyre nëse kërkojnë një zgjidhje të drejtë, e cila është më e mira. Prandaj domethënë thuhet se ky është ajet i cili ka zbrit lidhur me këtë veprim të Saudës. Sauda ka jetu domethënë edhe një kohë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur në kohën e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe ajo u varros në domethënë varrezat Beqie dhe është pra gruaja e dytë pas Hatixhes radiallahu anha. Pra ishte një grua e cila e kishte lënë familjen e çdo gjë për hir të Islamit dhe pra kur u gjend në atë situatë që u kthy prej Abisinisë, ndërkohë domethënë burri i vdeq dhe familja e saj nuk e pranoi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori atë për grua. Është interesant
motra të dashura, domethënë se në përgjithësi martesat e pejgamberit alayhis salam janë martesa përveç Aishës, gjitha janë me gra të veja. Dhe kjo është një përgjigje shumë e mirë për ata që munduhen domethënë të flasin të tallën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse kuptohet domethënë që sikur të ishte qenë një njeri që lakmon në shumë martesa tjera, atëherë kishte zgjedhur të martohet me vajza të reja dhe jo me gra të veja. Domethënë kjo është një argument shumë i fuqishëm për këtë gjë. Edhe pse në atë kohë dhe kemi domethënë gjatë historisë shohim në shumë kultura tjera, jo vetëm tek arabët, po e zëjmë edhe në mbretëritë e ndryshme, në Angli, në Francë, në vende të ndryshme, domethënë ka qenë shumë gjë e zakonshme martesa me më shumë se një grua, por edhe ky argument që ai është martu gjithnjë me gra të veja, na jep një domethënë mesazh për disa arsye sepse pejgamberi alayhis salam e ka bërë martesën më shumë se sa një grua. Në një është mëshira dhe përkujdesja për gratë që kishin mbetur pa mbështetje. Domethënë shumica prej grave që martua pejgamberi alayhis salam ishin të veja që kishin humbur burrat e tyre në betejë ose kishin mbetur pa përkrahje. Dhe martesa me to në një farë mënyre ishte për t'ju dhënë atyre siguri, nder dhe një farë statusi në shoqëri, ha? Domethënë mos me pas mos me qenë të pambrojtura. Siç është rasti pra i Saudës. Edhe pse ishte pra grua e moshuar dhe e vej, pejgamberi alayhis salam u martua me të për t'i dhënë asaj siguri. Tjetër arsye të martesave të pejgamberit alayhis salam ishin domethënë lidhjet apo aleancat fisnore, pra ishin arsye politike për forcimin e umetit. Domethënë ndihmuan këto martesa në krijimin e lidhjeve me fise të ndryshme për të bashkuar dhe pajtuar njerëz të asaj kohe arabët rreth mesazhit islam. Siç ishte për shembull rasti me Juwayriye bint Harith, që ishte nga fisi Banu Mustalib, që të shpjegoj në një nga ligjëratat e ardhshme. Gjithashtu ishte arsye edhe për hapja e dijes dhe dhënia e shembullit të mirë në shoqëri, sepse disa prej grave të pejgamberit alayhis salam si Aisha për shembull ishin transmetuese të dijes dhe mësuese për brezat e ardhshëm të muslimanëve. Dhe domethënë kjo martesa me to shërbente për të përhapur praktikat e pejgamberit alayhis salam. Dhe në një farë mënyre ishte edhe respekt për këto gra dhe shpërblim për besnikrinë që kishin nga Islami. Sepse domethënë shpesh këto gra të pejgamberit alayhis salam ishin ndër të parat që kishin pranuar Islamin dhe kishin sakrifikuar shumë për Islam. Kështu që ishte një shpërblim për sakrificën e tyre, siç ishte rasti për shembull i Ummu Salamës. Kështu që ka domethënë është ligjërat në vete kjo me shpjegu domethënë pse është urtësitë e martesës së pejgamberit alayhis salam me gra që shumica prej tyre ishin të veja. Pas sevdës, pejgamberi alayhis salam domethënë martohet edhe me Aishën, mirë po bën nikah sa është në Mekë, pra sa qëndron në Mekë, mirë po martesa konsumohet domethënë më vonë pas hijretit. Sipas disa transmetimeve në vitin e 2 të hijretit për shkak të moshës së Aishës. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një ëndër që po vinte Xhibrili dhe e barte një nuse, domethënë e cila ishte mbuluar me një vello dhe i thot pejgamberit alayhis salam, kjo është nusja jote. Dhe kur pejgamberi alayhis salam e largon vellën, e sheh që ajo ishte Aisha. Domethënë kjo kishte ndodhur para martesës. Pejgamberi alayhis salam thot, e din mirë domethënë se Allahu do ta bëj kader që Aisha të jetë gruaja e tij.
Uh, Sa i përket raportit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Aishën, ka shumë hadithe, domethënë, për atë se çfarë vendi të veçantë kishte, domethënë, ajo. Në një rast kur Amr ibn As thot aq shumë më respektonte pejgamberi alayhis salam sa që mendoja se mu më don më shumë se gjithë sahabët tjerë. Ky është domethënë një sahab që ka ardhur prej të fundit është e ka pranuar Islamin dhe është shpërngul në Medinë. Domethënë para çlirimit të Mekës është prej atyre tre të fundit. Mirë po, ka qenë cilësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të gjithëve ju ka dhënë asnjë lloj dashurie, saqë secili ka menduar se mu më don më shumë se sa gjithë të tjerët. Dhe këtë po e përjetonte edhe Amr ibn Las dhe e merr guximin se më shumë se gjithë, që si po më trajton. Dhe i thot, oj dërguari i Allahut, më trego se kë e don më së shumti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo kush është personi më i dashur për ty? Dhe ai thot Aisha. Domethënë personi e parë që e bën më të dashur është Aisha. Pastaj i thot, jo, mendova kështu prej burrave. Dhe pejgamberi alayhis salam thot babain e saj, pra Ebu Bekr. Ai mendon thot po, me siguri Ebu Bekri vetëm është më i afër e meriton, po mandej un kam me qenë i dyti që më don. Dhe thot, i thash, po pastaj, tha Omeri, po pastaj Uthmanin. Dhe thot, nuk e zgjata më se e kuptova, domethënë që pra është cilësi e pejgamberit alayhis salam që gjithë njerëzit u jep respektin edhe dashurinë, mirë po është një farë si me thënë, një farë liste që disa janë shumë më herët që kanë pranuar Islamin edhe që kanë qenë, domethënë, në jetën e pejgamberit alayhis salam. Pra një ndër ta, pra kush është personi më i dashur në ty, ka thënë Aisha. Ajo njihet për transmetimin e shumë hadithe, pra ka transmetu 2240 hadithe, pra prej grave është transmetuesja më e madhe e haditheve. Allah i ka mësuar që të jetoj, domethënë, gjatë edhe pas pejgamberit alayhis salam dhe e ka transmetu dijen që ka marrë prej tij. Ka shumë hadithe, domethënë se si ishte ky raport mes pejgamberit alayhis salam dhe Aishës, si për shembull kur erdhi një herë një festë dhe pejgamberi alayhis salam kur erdhi një grup, domethënë që performonin, bënin disa lojra të ndryshme dhe pejgamberi alayhis salam ta kënaqur, domethënë Aishën e ngrit mbi supet e veta, e mban që ajo të shikojë derisa t'i mjaftoj asaj. Apo për shembull lojra se si pejgamberi alayhis salam vraponte dhe shtyheshin në një farë mënyre me Aishën, se kush do të del i pari, kush do të del i dyti. Pra, do ta kemi domethënë në shumë raste gjatë sirës që të kuptojmë këtë raport kaq të veçantë që e kishte me Aishën, Allah qoftë i kënaqur me të. Pra këtu kishin ndodhur këto dy martesa më herët, pra gjatë kohës para se të shpërngulej pejgamberi alayhis salam dhe në vitin e dytë të hijretit, domethënë është konsumuar martesa me Aishën. Ndërsa tani gruaja e katërt me radhë, sepse Hadixha domethënë vdiq, është Hausa, e cila martesë ka ndodhur rreth kësaj kohe ku kemi mbet në Sira. Domethënë pas Uhudit. Hafsa ishte vajza e Omerit radiallahu anhu, domethënë Omer ibn al-Khattabit, dhe ajo ishte martuar me domethënë në moshë shumë të re ishte martuar me Hunejsin, Hunejs ibn Hudhafa, i cili ishte një sahab. Mirë po Hunejsi
në Uhud, pra plagosët. Fakta ishin prej atij grupi që ishin shpërngulur para se të shpërngulën në Medinë, ishin shpërngulur edhe në Abisini. Domethënë e kishin bërë edhe atë sakrificë. Pastaj u shpërngulën në Medinë dhe Hunejsi është ai i cili mori pjesë edhe në Bedër edhe në Uhud dhe ishte domethënë sahabi i bekuar. Dhe dim që ai vdes shahid pas Uhudit për shkak të plagëve të mëdha domethënë që i kishte marrë. Dhe në këtë kohë Hafsa ishte rreth 20 vjeçare. Babai i saj, Omeri, radiallahu anhu, ndjeu shumë keqardhje për humbjen e saj, për humbjen e saj, për dëshpërimin e saj që kishte, kështu që vendosi që ta martoj atë, domethënë dhe kërkon prej sahabëve më të shquar që ta martojnë atë. Ishte një traditë, domethënë e kohës që babai kërkonte për vajzën burr, domethënë që ta rahatoj, që ta jep dikujt të besueshëm. Dhe ishte traditë që gratë në përgjithësi pas vdekjes së burrit, domethënë duhet kërkohej për to që të martoheshin, që të kenë një mbështetje, që të kenë një siguri. Dhe shkon Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, tek Othmani. Dhe i thot, çka mendon thot ti për Hafsën? Pra, propozon që ai ta merr Hafsën nëse don. Dhe Othmani thot, po mendoj pak. Domethënë Othmani në këtë kohë, pra ishte pa grua, i kishte vdekur gruaja, e kemi përmendur në betejën kur ka ndodhur betejë e Bedrit, i kishte vdekur gruaja që ka qenë vajza e pejgamberit alayhis salam. Domethënë dhe kishte mundësinë shumë të mirë që të martohej tani, mirë po, Omeri, domethënë nuk ky Othmani nuk i jep përgjigje, pastaj pas një dite i jep përgjigje dhe i thotë që nuk jam tani domethënë i gatshëm për martesë, nuk mendoj se do të martohem. Pastaj shkon dhe e pyet Ebu Bekrin dhe Ebu Bekri i thotë më lër të mendoj dhe pastaj nuk i përgjigjet fare. Dhe kjo, domethënë në një transmetim thotë Omeri bollu mërzita që Othmani ma kthej negativisht, por Ebu Bekri që as nuk më përfilli bile më përgjigj, kjo edhe më shumë më vriste. Dhe domethënë shkon dhe ankohet te pejgamberi alayhis salam për këtë çfarë i kishte ndodhur. Ndërsa pejgamberi alayhis salam i thotë Hafsa do të martohet me dikë më të mirë se Othmani, ndërsa Othmani do të martohet me dikë më të mirë se sa Hafsa. Dhe Omeri ende nuk e mori vesh, domethënë këtë gjë derisa në fund pejgamberi alayhis salam i propozoi Hafsës. Dhe çfarë ka ndodhur këtu? Pejgamberi alayhis salam i ka pyet Othmanin edhe Ebu Bekrin kur ka dëgjuar domethënë për Hafsën që ka mete e vej, është konsultuar me ta çka mendoni domethënë për Hafsën, ata kërkoj për grua Hafsën. Që subhanallahu kjo është një mësim se i dërguari i Allahut edhe po konsultohet me të tjerët. Prandaj Othmani dhe Ebu Bekri e dinin, e kishin dëgjuar këtë muhabet, edhe as nuk guxonin që t'i thonë atij sepse pejgamberi alayhis salam s'kishte vendosur ende, nuk guxonin të thonë që jo se pejgamberi alayhis salam do ta kërkoj, po në anën tjetër edhe i vinte keq për Omerit domethënë me refuzu në atë mënyrë. Dhe pastaj Ebu Bekri i ka thënë domethënë Omerit që kjo ka qenë arsyeja se përndryshe unë nuk kisha refuzu domethënë sepse Omeri ka marrë si ofendim këtë gjë. Dhe kjo fjalia e pejgamberit alayhis salam që i ka thënë se Hafsa do të martohet me dikë më të mirë se Othmani,
i bie domethënë që do të martohet me pejgamberin alayhis salam. Ndërsa Uthmani do të martohet me dikë më të mirë se Hafsa, se ai do të martohet me vajzën e pejgamberit alayhis salam, domethënë me vajzën tjetër me Ummu Kulthum. Dhe që domethënë ajo vajza e pejgamberit alayhis salam është më e mirë se sa Hafsa. Me që ka qenë me këtë status, domethënë ka qenë vajza e Omerit radiallahu anhu, si dhe për mbretësinë dhe mençurinë që ka pasur, Aisha thot, ajo ishte konkurencja më e madhe për mua për dashurinë e pejgamberit alayhis salam. Domethënë e sheh konkurrencë më të madhe se sa me gratë të tjera për shkak të statusit që kishte si vajzë e Omerit dhe për shkak të domethënë guximit që kishte, për shkak të zgjuarsisë që kishte, edukimit e tjera. Dhe mosha e saj ishte e ngjajshme në këtë kohë me moshën e Aishës. Ka disa transmetime në sira që kam pasur një mosmarrveshje në martesë pejgamberi alayhis salam dhe Hafsa. Dhe edhe pse domethënë askund nuk përmendet natyra apo natyrshmëria e kësaj mosmarrveshje. Mirë po, si kuptohet prej transmetimeve që gati ka ardhur te divorci. Në një transmetim thuhet se në këtë kohë kur kishin pak probleme, pejgamberi alayhis salam i thotë në fakt Omeri vjen edhe sheh e gjen domethënë Hafsën duke qarë, edhe i thot o i bia ime shko dhe rregulloj si të dish raportet me pejgamberin alayhis salam, sepse s'di unë se si do ta vazhdoj pjesën tjetër të jetës nëse ma bën këtë. Domethënë si babai vjen keq që diçka mu lëndu pejgamberi alayhis salam. Dhe subhanallahu në këtë mosmarrveshje që gati erdhi te divorci, ndërhyn Gjibrili, i dërguar prej Allahut, dhe i thot Allahu të urdhëron ta marrësh atë përsëri, sepse ajo është Sawwamu Kawwamu. E ka kuptimin ajo që agjeron shumë gjatë gjithë kohës dhe ajo që falet shumë. Dhe i thot ajo do të jetë gruaja jote në xhenet. Subhanallah, intervenim nga Allahu subhanahu wa taala që të vazhdohet kjo marrëveshje dhe kjo domethënë që kjo martesë dhe me të vërtetë kjo i ndërpret gjitha çytet edhe mosmarrveshjet. Domethënë ky ishte një nder i madh për Hafsën radiallahu anhu që Allahu të intervenoj që të ruhet kjo martesë. Hafsa ishte një nga gratë e pakta që dinin shkrim dhe lexim në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kështu që kur vdiq Omeri, ai domethënë mushafi që ishte i shkruar në kohën e Ebu Bekrit, domethënë si mushafi i parë që shkrujtë ndonjëherë, ju dha Omeri pas Ebu Bekrit, dhe kur vdiq Omeri, ky mushaf ju dha Hafsës. Dhe ajo e mbajti me veti derisa vdiq. Domethënë kopja e parë, e cila ishte domethënë dëshuar komplet Kurani që ishte bërë në kohën e Ebu Bekrit, e mori Omeri dhe pastaj ju dha në përkujdesje Hafsës. Kur në kohën e Othmanit, kur pati domethënë disa shqetësime se mos po me vdekjen e Hafizëve mos po humb Kurani apo mos po e lexojnë në mënyra të ndryshme, Othmani urdhëron domethënë që t'ja kërkojnë Hafsës këtë Kur'anin dhe kjo ja jep Othmanit domethënë i bën disa kopje prej kësaj
prej këtij mushafit të parë dhe ja kthen prap domethënë Hafsës, e cila e mbajti me veti derisa vdiq. Ndërsa Osmani domethënë i dërgoi ato kopje në qytetet e ndryshme ku ishte përhapur Islami. Thuhet se ajo vdiq në moshën 41 dhe një transmetim 45 vjeçare. Domethënë do varros edhe ajo në varresat El Baki. Kjo ishte pra sa e cila kishte një status të lartë si grua besimtare. Gruaja tjetër e pejgamberit alayhis salam, e cila faktikisht domethënë jetoi shumë pak me pejgamberin alayhis salam sepse vdes pas disa mujve, ishte Zeynep bin Huzejme. Dhe kjo shumica domethënë e ngatrojnë këtu me Zeynep bint Gjahsh, e cila është domethënë Zejnebi që më vonë do të martohet pejgamberi alayhis salam me të dhe që është kushërira e pejgamberit alayhis salam, pra e fisit Quraysh, ndërsa kjo është tjetër Zeynep, pra ishin dy Zeynep. Dhe ishte nga fisi Hilal në Najd. Dhe kjo së bashku me Hatixhen domethënë ishin nga dy gratë që vdiqën gjatë jetës së pejgamberit alayhis salam. Pra ndërsa të tjerat gjitha jetuan pas pejgamberit alayhis salam. Sipas transmetimeve ka zgjatur 3 muaj ose 5 muaj martesa dhe ajo ka ndruar jetë. Kështu që me që ka qenë e shkurt mezi ka ndonjë detaj rreth saj, por një transmetim thuhet se domethënë ishte e martuar me Tufail ibn el Harith ibn Abdul Muttalib, me kushërinë e pejgamberit alayhis salam në ditët e xhahilit. Dhe më pas ajo e pranoi Islamin, u divorcu prej tij domethënë, dhe u martua me Ubejde ibn Harith, i cili ka qenë Ubejde një prej atyre treve që kanë luftuar në 2 luftim në luftën e Bedrit bashkë me Hamzën edhe Aliun. Mirë po, siç kemi thënë atëherë, ai ka qenë shumë i plagosur, domethënë nga ky 2 luftim, kombati i shpreh dhe më vonë domethënë ka vdekur. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam domethënë e ndin që ta merr në përkujdesje këtë grua, e cila ishte domethënë e njohur në gjithë Medinën si Umul Masakin, domethënë nëna e të varfërve, sepse kujdesej shumë për fëmijët jetim edhe për të varfrit. Domethënë kishte një zemër shumë bujare dhe ishte shumë e kujdesshme. Domethënë kjo kumje për të ishte edhe para Islamit. Domethënë ishte një grua shumë fisnike. Mirë po, pra jeta me pejgamberin alayhis salam ishte e shkurtër sepse vdiq pas disa muajve dhe ajo është e varrosur në varresat El Baki. Mirë po, është një gjë interesante lidhur me Zeynep bint Huzeim. Është një gjë interesante se ajo është një nga vajzat e nënës e cila njihet si vjehra më e nderuar në histori. Pse vjehra më e nderuar në histori? Pra jo vetëm me këtë rast që ishte vjehra e pejgamberit alayhis salam, por për shkak të edhe specifikave tjera që të gjitha vajzat e saj ishin të martuara me sahabët më të mëdhej dhe nipat e tyre ishin prej sahabëve që kishin dhënë kontribut shumë të madh në Islam. Prandaj edhe nihej se vjehra më e nderuar. Pra Zejnebi ishte nëna besimtare, domethënë e martuar me pejgamberin alayhis salam. Një nga vajzat tjera pas
disa viteve, domethënë që kishte vdekur Zejnebi, Mejmunja bëhet edhe ajo gruaja e pejgamberit alayhis salam. Domethënë dy vajza e kanë statusin nëna të besimtarëve. Vajzë tjetër e saj ishte Fadel, që ishte gruaja e Abbasit. Dhe ishte nana e Abdullah ibn Abbasit, pra atij që domethënë ka qenë djetari i umit. Pra nipi i kësaj gruaje. Vajza tjetër, Lubebe el Sura, domethënë se edhe Fadel e kishte emrin Lubabe, po Lubebe e madhe, ndërsa Lubebe e vogël ishte nëna e Halid ibn Velidit. Pra e dim se çfarë vlerë kishte për umetin nëna e, domethënë Halid ibn Velidi, që ishte e kishte qytë pejgamberi alayhis salam shpata e Allahut për shkak të fitores që ka sjell Islami. Ndërsa tjetra ishte Esma bint Umejs, që ishte gruaja e Gjafer ibn Talibit, e kemi përmend pra djalin e Axhit për pejgamberit alayhis salam, që ishte prej sahabëve më të njohur, prej atyre që kishte folur në emër të muslimanëve para mbretit Nejashiut në Abisini, prej atij domethënë që do të shohim tani në sira, domethënë se si do të bie shahid, dhe ka një hadith interesant për të që thuhet se domethënë në xhennet ato dy krah që i ka dhënë, dy durë që ju kanë prej, domethënë në luftë, Allah e ka pa pejgamberi alayhis salam se ka zëvendësuar me dy krah, pra prej sahabëve më të njohur, pra Esma ishte gruaja e tij, dhe Selma bint Umejs ishte gruaja e Hamzës. Pra shikoni domethënë se si me të vërtetë kjo ishte vjera më e nderuar e umetit. I ketë vajza të martuara me njerëzit më të ngritur, domethënë në mesin e sahabëve. Ndërsa gruaja tjetër, domethënë me radhë që edhe kjo ndodh pas luftës së Uhudit, është Seleme. Pra Seleme e kemi përmendur edhe më herët në sira dhe ka shumë transmetime domethënë për jetën e saj dhe për kontributin e saj. Pra disa muaj më vonë, se kjo u martu pejgamberi alayhis salam me Seleme, e cila ishte pra prej familjes së njohur Kurejshe. Ajo e kemi përmend në sira se është martuar me Ebu Selemen, dhe e kemi treguar domethënë se sa shumë kanë vujtur, janë njëherë kanë emigruar në Abisini, e pastaj kur kanë dashur të emigrojnë në Medine, familja e saj për shkak se ishte në pozitë shumë të lartë e ndalin atë, e ndajnë edhe prej djalit edhe prej burrit. Mezi disi domethënë vjen edhe shpërngulet në Medine. Mirë po në betejën e Uhudit, Ebu Seleme plaguese të rënd. Dhe domethënë disa muaj pas kësaj gjendje të rënd që kishte me shëndetin, vdes Ebu Seleme. Është një domethënë ngjarje shumë interesante edhe me rastin e vdekjes së tij. Se në shtratin e tij të vdekjes, fillimisht i afrohet domethënë Seleme dhe dëshiron si m'ia dhënë një farë sigurie që unë po me të qenë gjithmonë besnike me ty edhe nuk ko me të domethënë nuk kom martu pas teje etj, edhe po për mos me ndi këtë keq që sikur po ja jep një siguri se ajo është duke vdekë, thot o Ebu Seleme, thot e kam dëgju që nëse domethënë një burr xhenetli vdes dhe gruaja e tij nuk martohet kurrë, do të shkojnë në xhenet me të. Po edhe nëse gruaja e xhenetit vdes dhe burri i saj nuk martohet, ata do të ribashkohen gjithashtu në xhenet. I thot, pra hajde pja bëjmë një premtim njëri tjetrit se nuk do ta do martohemi nëse njëri prej neve vdes. Domethënë s'do me bo mundia i keq që ti po vdes, dhe unë tash po flas, po gjëja se cili do që na ndodh, ta bëjmë këtë gjë mirë, po Ebu Seleme e kupton,
çka po do me thënë edhe i thot, a dëshiron mu bind, a dën mu bind mu? Dhe i thot, po, sigurisht, më thënë, pa dëshirë me qenë prej grave të bindura ndaj burrit të saj. Dhe i thot Ebu Selema, atëhere pasi të vdes, ti martohu me dikë. Dhe në shtratin e tij të vdekjes e bën një dua, o Allah, bekoja atë me një burr më të mirë se unë, i cili do të kujdeset për të dhe kurrë nuk do ta dëmton. Çfarë bashkëshorti, subhanallahu. Umu Seleme ishte relativisht e re, domethënë rreth të 30 vitave kur i vdiq Ebu Seleme, dhe ai nuk donte që ajo të jetonte me vështirësi. Sepse domethënë atë kohë, edhe tani është, po është ndryshu mentaliteti, përse në përgjithësi domethënë gruaja pa burr e ka vështirë të jeton. Gjithashtu Umu Seleme tregon se një ditë është kthy Ebu Seleme kur ishte me shëndet të plotë, është kthy shumë i lumtur në shtëpi dhe i thot, e kam dëgju një hadith shumë të bukur nga pejgamberi alayhis salam. Dhe i thot, kjo çka ke dëgju? Thot, e dëgjova se ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka një njeri që e godet një fatkeqësi, një vështirësi, një sprovë, e ai është i durueshëm këtë dhe e bën duan. O Allah, thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe pastaj thot, o Allah, ma kompenzo këtë fatkeqësi, apo ma zaventëso këtë fatkeqësi me diçka më të mirë, thot e që Allahu me të vërtet nuk jep diçka më të mirë. Pra motra është një dua, domethënë që është edhe te këto librat e duave, duhet ta kemi parasysh. Pra çfarë do fatkeqësie që na ndodh, çfarë do vështirësie, me mujt në ato momente mu kujtu, edhe me thënë, o Allah, ma kompenzo këtë gjë me diçka më të mirë. Sepse pra është garantu për pejgamberit alayhis salam se ka me të dhënë Allahu diçka më të mirë se sa kjo. Dhe subhanallah, thot Umu Seleme, dhe mu ka kujtu kur ka dhënë shpirt ky Ebu Seleme, thot mu ka kujtu ky hadith dhe e kam thënë këtë dua, a vetë me veti thash, po ku munde me gjetë burr më të mirë se sa Ebu Seleme. Por e thash sepse ma ka mësu këtë dua për pejgamberit alayhis salam. Subhanallah, pra ka qenë kader që vetë prej burrit të saj ta mësoj këtë dua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bisedon domethënë në fakt sa po vdes Ebu Seleme edhe të kalon ide të tjera, me që mbetet në një gjendje domethënë të vështirë, Umu Seleme, sahabët si Ebu Bekri, edhe Umeri ka transmetime se e kërkojnë. Mirë po kjo i refuzon gjitha to propozimet për tyre. Atëhere, pas një kohe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i propozon asaj martesë. Dhe Umu Seleme që ishte e njohur për mençurinë e saj, edhe për bukurinë e saj, i përgjigjet duke i thënë, o i dërguari i Allahut, unë jam shumë e nderuar që ti je interesum për mu. Por janë 3 gjëra që më brengosin. Si me thënë, këtu janë pengesa që mu martu me ty. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot, po çka janë ato pengesa? Thot, unë jam një grua që kam shumë xhelozi. Dhe kam frikë që kjo xhelozi do të veproj edhe muna me të zemru ty. E kur zemrohesh ti, mund ta zemroj edhe Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot, unë jam një gru që jam mosh, nuk jam pra shumë e re. Po e konsideron domethënë vetën se normal nuk është prej atyre krejt të reja, por
është në mesin e 30-tave. Dhe arsyeja e tretë thot unë kam familje, kam 4 fëmijë. Këtë e konsideron si pengesë. Pejgamberi alayhis salam i thot, sa i përket xhelozisë tënde, do t'i bëj dua Allahut subhanahu wa taala dhe inshallah do të hiqet nga zemra jote. Sa i përket moshës tënde, si duket, edhe une dhe ti jemi të njëjtin hall, apo edhe unë jam në të njëjtën fatkeqësi si ti. Pra bën si shaka pejgamberi alayhis salam. Se ti je në moshë, po edhe unë jam në moshë. Ndërsa thot sa i përket fëmijëve, familja jote është familja ime. Subhanallahu çfarë kufizimi i këtyre gjërave, çfarë largimi i pengesave me një afërsi shumë të madhe, me një domethënë siguri që i ofron Umu Selemes pejgamberi alayhis salam me këtë përgjigje. Për Umu Selemen ka shumë hadithe domethënë që tregojnë për mençurinë e saj dhe një prej haditheve të veçanta është hadithi pas Hudejbijës, kur sahabët aq shumë hutohen, aq shumë mërziten se çfarë marrëveshje të padrejtë ju kanë bë Kurejshët, sa që kur pejgamberi alayhis salam i thotë që t'i prejnë flokët edhe t'i prejnë kurbanët, ata asnjëri nuk e dëgjojnë se ishin shumë të mllëfosur se çfarë i kishin bërë Kurejshët. Dhe Umu Selema është ajo e cila kur e sheh pejgamberin alayhis salam shumë të shqetësuar se si s'po e dëgjojnë, e këshillon e thotë dërguari i Allahut, mos e thuj hiç, vetëm ulu në mes, prej ti flokët për vete, prej kurbanin dhe ata do të bëjnë kështu. Dhe pejgamberi alayhis salam e dëgjon Umu Selemen dhe me të vërtetë i del ashtu. Pra, kjo është Umu Seleme, nëna e besimtareve, e cila ka jetu shumë gjatë pas pejgamberit alayhis salam dhe kam përfituar në dituri edhe prej kësaj dhe Ebu Hurira ja ka fal gjenazën kur ka vdekur. Pra, këto ishin domethënë ato që deshëm t'i përmend deri në këtë kohë në sira. Janë edhe disa gra të pejgamberit alayhis salam që do t'i përmendim martesat në përputhje me kohën reale në të cilën ka ndodhur. Për fund janë disa ngjarje që kanë ndodhur në këtë kohë, gjatë kësaj kohe, që do t'i përmendim shkurtimisht. Një është, nëse ju kujtohet pas luftës së Uhudit, çka thanë Kurejshët, i thanë pas një viti takohemi prap në Bedër. Domethënë si vend në Bedër, mirë po pas luftës së Uhudit do të takohemi që të luftojmë prap. Dhe pejgamberi alayhis salam i merr sahabët dhe niset, mirë po edhe pse shkojnë domethënë ata me 1500 luftar, Kurejshët nuk shkojnë dhe u arsyetuan se kishin pas një vit shumë të thatë, ishin dobësuar e tjerë, këtë mosburrinë e tyre e arsyetojnë në këtë mënyrë. Po që kjo ishte në dobi të muslimanëve, domethënë që mos të ketë luftë. Një ngjarje tjetër është gazwa Dhat el-Rifaj, domethënë gazwa janë këto betejat e vogla që kanë ndodhur. Dhe kjo është mendu se do të bëhet një betejë me beduinët e fisit Gatafan, mirë po në fakt beteja nuk ndodhi. Dhe kjo përmendet për shkak të një gjëje interesante që ka ndodhur që zakonisht e përmendim te librat e ndryshëm të mbështetjes në Allahun apo tek ajo se si kishte morali pejgamberi alayhis salam,
te ahlaku pejgamberit alayhis salam, që sigurisht është ngjarje që e keni tregu, por pikërisht ka ndodhur në këtë kohë. Çka është këtu e veçantë është se një prej këtyre të fisit Gatafan, një beduin i fisit, se këta ishin beduin dhe të Gatafanët, e ndiqte pejgamberin alayhis salam kur këta po ktheheshin prej kësaj lufte dhe pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që gjithmonë të udhtonte pas namazit të sabahut. Dhe diku kur erdhë si koha që ishte dielli, me thënë në zenit edhe ishte shumë ngrohtë zakonisht, i urdhronte edhe ushtrinë edhe gjithë më që të shtrihen të pushonin. Dhe ky po e ndjekte ky Gatafani me emrin Gafrath ibn el-Harith dhe e gjeti mundësinë kur ushtri pejgamberi alayhis salam dhe ishte kampi i muslimanëve, domethënë ishte i shpërqendruar secili ishte duke pushuar, e merr shpatën, domethënë edhe duke nxjerr atë prej këllëfit, ishte mbi pejgamberin alayhis salam, në atë moment zgjohet pejgamberi alayhis salam dhe ai ja afron shpatën pejgamberit alayhis salam dhe i thot kush do të mbroj ty tani. Dhe një transmetim tjetër, a ke frikë nga unë tani? Dhe pejgamberi alayhis salam i thot jo. Kush do të mbroj tani ty? Pejgamberi alayhis salam i thot në mënyrë shumë të qetë, Allahu. Dhe ati në atë moment i bie domethënë shpata dhe pejgamberi alayhis salam e merr shpatën dhe ja domethënë ja afron këtij dhe thotë e ty tani kush do të mbroj? Dhe i thot ky i thot bëhu prej dy burrave që e kanë shpatën në dorë, bëhu më i miri prej atyre dyve. Në farë mënyre po kërkon mëshirë. Unë s'kesh i mirë me ty, ti bëno i mirë me mua. Dhe pejgamberi alayhis salam a e pranon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut? Ai thot jo, po pranoj që nuk do të luftoj asnjëherë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thret sahabët dhe e liron këtë njeri. Në tregon mëshirë për të. Ja fal. Në këtë betejë është është praktiku namazi i frikës me ushtri. Para një apo dy ligjërate kemi përmendur se namazi në kohë të frikës ka disa lloje, përmendet kur ai sahabi ka shku në drejtim të atij jo besimtari edhe sa ka qenë në devë është friksuese po e zë koha tjetër edhe është fal veç me paramendim. Domethënë nuk i ka bërë lëvizjet, por vetëm e ka paramendu se po e bën namazin. Pra është një lloj i namazit të frikës. Ky tjetër me ushtri është që këtu është bërë për herë të parë dhe bëhet në atë mënyrë që pejgamberi alayhis salam e falte namazin e plot, ndërsa sahabët ndroheshin. Domethënë 2 rekat i falte gjysma ushtrisë, pastaj ata ibn Selan dilin dhe 2 rekat pjesa tjetër e ushtrisë. Dhe domethënë për këtë është edhe ajeti kuranor që lejohet këtë mënyrë, domethënë urdhërohet prej Allahut që një pjesë një herë ta fali. Dhe një tregim tjetër interesant, prap një mucize, një mrekulli, është që me rojet që i kishte caktuar pejgamberi alayhis salam, pra ishin 2 sahabë që e mbronin ushtrinë dhe karavanin e muslimanëve natën, dhe ishin Amar ibn Jasiri dhe Abad ibn Bishr. Dhe këta njëri prej tyre, pra Abadi, tha unë do t'jem roja i parë dhe ti mund t'jesh i dyti. Kështu që Amari shkoi të flinte. Dhe ky Abadi ngrit në namaz, filloi mu lut, dhe një prej mushrikëve të Gatafanit e qellon atë me shigjet. Dhe
ky vetëm e largon, e thënë shigjetën, domethënë e largon prej trupit të vet edhe vazhdon me bë namazin. Ky prap e gjun, ky prap e largon derisa u ndi keq edhe e kuptoj, domethënë ju dukte që po do m'i ra të fikt, e kishte frikë që dikush duhet t'i mbrojë musliman dhe atëherë zgjoi Amarin prej gjumit. Dhe kur Amari pyeti pse s'ma prishe gjumin me njëherë, pse se prishe namazin, ma prish gjumin që me të ndihmu, Abadi thot po recitoja një sure që aq shumë po kënaqesha me të, sa që nuk dëshiroja me prish atë qef. Domethënë, sipas kësaj transmetime ka qenë duke e recitu surën Yusuf. Dhe ky është një mësim i madh, subhanallahu, qasi ëmbëlsie në recitim të Kuranit kam pasur ata, sa që as shigjetën nuk po e përfill, as dhimbjen e trupit vet, as gjakun që po i rrjedh, edhe po e vazhdon namazin dhe tha, pasha Allahun, po mos ishte fakti që isha duke kry detyrën që më ka thënë pejgamberi alayhis salam si roje, do ta kisha preferu ma përpara me vdek se sa me prish atë namaz aq shumë po kënaqesha me të. Subhanallahu. Dhe tregimi i fundit është tregimi për Gjabir ibn Abdillah, që është një histori shumë e bukur, prapë po ndodhtu derisa po ktheheshin, dhe mësojmë shumë prej kësaj historie. Ibn Hajar ka thënë se prej kësaj ndodhie, prej kësaj ngjarje mund të nxjerrim më shumë se 100 përfitime. Subhanallahu, dhe i ka përmend ato 100 përfitime. Pra, Gjabir ibn Abdillah është një nga sahabët më të njohur dhe ishte ensar, e pranoi Islamin moshë shumë të vogël, ndërsa babai i tij ka qenë luftëtar shumë i famshëm, Abdullah ibn Amr ibn Haram, dhe ndoshta Gjabiri pra ishte sahabiu më i ri që ka marrë pjesë në betejën në besatimin në Akabe, pra para se me bë hijreti pejgamberi alayhis salam, pra ka marrë edhe djalin e vet. Dhe ky ka jetu shumë gjatë, pra Gjabiri për atë është bërë një prej transmetuesve më të mëdhenj të haditheve. Pra, mund të rashojmë domethënë se çdo i dyti, treti hadith transmeton Gjabir ibn Abdillah, transmeton Gjabir ibn Abdillah, pra është një prej sahabëve shumë të njohur sepse në moshë shumë të re ka pranuar Islamin dhe pastaj edhe ka jetu gjatë, prandaj Allah e ka bekuar që ta shpërndaj këtë dije tani. Çka është kjo ngjarje me Gjabirin? Ai e tregon vet në vetën e parë. Thot po ktheheshim prej kësaj gazvalla të rikas, dhe devja ime ishte një deve shumë e vjetër, e dopt, kështu që unë isha mrapa ushtrisë, domethënë nuk mund t'i arrija ata. Në këtë kohë isha shumë i trishtuar, sepse babai im kishte vdekur në Uhud, thot, edhe më kishte lënë me borxhe të mëdha dhe në anën tjetër i kisha 7 motra pa përkujdesje. Ky ishte vllau më i madh, i kishte 7 motra, kishte borxh, baba i kishte vdekur, pra një gjendje shumë e trishtueshme për të. Po pa prit mas, prej mrapa e dëgjova kush je ti? Domethënë që po ecë, edhe i thash, kur u ktheva pash që është pejgamberi alayhis salam, i thash jam Gjabiri, o i dërguari i Allahut. Pejgamberi alayhis salam thot më tha, pse je kaq i dëshpëruar? Dhe e filloi me tregu arsye. Thot pastaj pejgamberi alayhis salam tha, a je martuar? E i thash po. A je martuar me vajzë apo të vej? Dhe pejgamberi alayhis salam, edhe Gjabiri thot i thash jam martuar me të vej. Dhe ai më tha pse si martu me vajzë, sepse ti do të luje me të, ajo do të lunte me ty, do të qeshe me të dhe ajo do të qeshte me ty. Pra, një gjë që do të thënë që ky si i ri që ishte,
kishte me pas ndoshta më shumë kënaqësi në martesë me dikë që është e moshës së tij, apo më e re. Ndërsa Gjabiri thot unë kam mbet me 7 motra, më të vogla se unë, prandaj e kam marrë një të vej se ajo ishte më e madhe, është më e madhe në moshë dhe mund të më kujdes për motrat e mia. Dhe pejgamberi alayhis salam, domethënë përderisa nuk i ka thënë që ke gabu, kuptohet që e ka miratu këtë gjë. Prandaj edhe këtu është një prej mësimeve që lejohet pra me marrë një djalë i ri dikën që është më në moshë, sepse kjo është në domethënë aspektin e organizimit të familjes është më e dobishme për shkak të rrethonave në cilat gjen. Pastaj pejgamberi alayhis salam më tha zbrit prej devës edhe i tha bismillah dhe domethënë hypi mbi deve dhe ajo filloi me ecë shpejt deveja. Pastaj thot vazhdoi pejgamberi alayhis salam me bisedu me mua dhe me më thënë apo ma shet deve. Dhe ky i thoshte jo se kjo është vetmja pasuri që e kam unë prej babës edhe për mua dhe për motrat e mia. Atëherë pejgamberi alayhis salam prap qeshte dhe thoshte jo ma shit devën. Dhe i thash mirë i dërguari i Allahut se po ta fali. Thot jo pejgamberi alayhis salam po hajde me ma shit. I thot sa po do me ta shit dhe pejgamberi alayhis salam i thot një dirhem ishte diçka shumë pak, si me thëm 5 euro. Dhe i thot ai jo, se është shumë pak. Dhe i thot pejgamberi alayhis salam mirë pra 2 dirhem. Dhe ai thot jo se është pak. Dhe kështu vazhdojnë rrugës duke fol derisa arrit një çmim 40 dirhem. Dhe ai thot mirë pra, po ta shes për 40 dirhem. Dhe ndërkohë i thot mirë veç ma lë një herë, shkoj në shtëpi me të, e pastaj ta sjell nesër. Thot pejgamberi alayhis salam mirë. Dhe thot Gjabiri shkova dhe i tregova gjëgjajit tim dhe ai më tha ju nuk e po mirë që e ke shit se kjo është e vetmja pasuri që ju mund të përfitoni diçka dhe pas ke shitur lirë. Dhe edhe një gjë harrova që kur është afruar afër qytetit, pejgamberi alayhis salam i ka thënë Gjabirit për këtu e kemi atë hadithin që burrat e kanë obligim pra rregull fiku që t'i lajmërojnë gratë kur janë në udhtim dhe kur po kthehen që ato ta dinë që po ju kthehen burrat. Ktu pra i thot Gjabir ibn Abdullah që ky e transmeton këtë hadith te ne dhe tani më është rregull e fikut kjo gjë. Pra i thot që kur hym në Medinë, dërgoj një lajmtar që ta di gruaja jote se ti je duke u kthyer, në mënyrë që të përgatitet për ty, pra mos jetë në një gjendje të keqe që ti s'dëshiron me pa kur të kthehesh. Dhe thot nesër shkon Gjabiri me devën e tij dhe ja jep pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot Bilalit, o Bilal, jepja 40 dirhem Gjabirit dhe ai merr 40 dirhem dhe fillon të niset domethënë të shkoj. Dhe pejgamberi alayhis salam thot më pyeti ku po shkon o Gjabir? I thash në shtëpi. Dhe pejgamberi alayhis salam e harrove që devja jote është këtu? Thot i thash o Resulullah unë ta shit aty. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot o Gjabir a mendove se do të mashtroj ty me devën tënde? Merri parat edhe merre devën tënde. Subhanallah, e gjithë kjo si me thënë shaka, tërkohën, shit makasha, ishte që pejgamberi alayhis salam i dhën para me ndihmu Gjabirin e as ai mos mu ndi keq, mos me ndi që është sadaka. Dhe kështu që prandaj me të drejtë ka thënë Ibn Hajar që ka shumë përfitime prej këtij hadithi. E para na tregon kujdesin që kishte pejgamberi alayhis salam që paramendoni ky një fëmijë, ishte 17 vjeçar, dikon një adoleshent. Dhe pejgamberi alayhis salam po sheh që është shumë i dëshpëruar edhe po bjen në nivelin e tij,
po bisedon me të, po e bëj të qesh, po bën si tregti me të. Domethënë një bisedë shumë miqësore me të, vetëm që ta bëj atë që të ndihet mirë, ti kalon kjo rrugë sa më mirë. Pastaj edhe mësime tjera që i përmenden si që bashkëshortët domethënë të kenë kujdes për njëri tjetrin, që ky hadith pastaj ka shumë përfitime edhe në fikun e shitjes dhe blerjes, sepse pra tregon që mund të negociohet çmimi, ta ulim çmimin, ta ngrisim çmimin, domethënë pastaj lejohet prej shitjes kur i ofrohet diçka me thënë jo, sikurse Xhabiri që e dinte se është në dëmin e tij me shit aq pak me thënë jo, edhe pse pejgamberi alayhis salam ishte më i vjetër se ai, por tregtia është tregti. Ë dhe për shembull është mësim që lejohet me vendos kushte në kontratë, se Xhabiri i thotë po thotë mirë, po ta shes, po më lejo që mu kthy me të e pastaj nesër vi ta sjell. Domethënë është një kusht. Pra shumë përfitime nxjerr edhe shumë rregulla të fikut prej këtij hadithi që quhet hadithi i gjatë i Xhabir ibn Abdillah. Pra është një hadith shumë i njohur. Kjo ishte e tëra për sot motra, Allah ju shpërblet për vëmendjen, shpresoj se keni përfituar nga shembulli i lartë i nënave të besimtarëve. Allah na mundsoft të jemi në rrugën e tyre dhe të takojmë ato, të meritojmë takimin me to në botën tjetër. Dhe Allah i mëshiroft mund të gjitha dhe përfitimet që i përmendën në fund qoftë për kushtimin në namaz, dashurinë për Kur'anin, mbështetjen në Allahun, rregullat e tregtisë, gjitha këto që u përmenden në fund. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina